Nuk do të thej rahat. Uroj që të jemi të dyja së bashku në Amerikë. Kosova shihet si favorit, nuk shihet mos si outsider që është po përpara. Shënjestër.net. Gjithë ne kemi shpresuar që të na bien Slovakia, pavarësisht asaj në mënyrë që ka lojtar shumë mirë. Kemë të bëjmë një kundërshtar i cili në shpen këtë kualifikuese nuk ka pranuar asnjë gol edhe kemi një ndeshje të cilën e kam poshtë edhe Gjermaninë, pavarësisht që humbi ndeshjen e fundit, po në shtëpi si kombëtar është jashtëzakonisht e fortë. Megjithatë edhe Kosova ka bërë përparim dhe ka bërë progres jashtëzakonisht shumë, sidomos në këtë kualifikuese. Kemi gjasa reale sepse edhe Slovakia dhe kundërshtarët që kemi poshtë janë praktikisht të njëjta. Uroj që lojtarët tuaj të jenë në formën më të mirë të mundshme edhe në muajin mars, në mënyrë që të jenë pa ndonjë lëndim të mundshëm dhe të jemi komplet. Nëse jemi komplet mendoj që gjasat reale I kemi. Megjithëse do të jetë normal që do të jetë vështirë. Unë nuk e cilësoj si ndeshje të lehtë, por që jo të pakalueshme. Mendoj që rezultati 0-1 ose 0-2 për ne do të jetë i mirë. Kjo është diçka e mirë nëse e kalojmë edhe shpresoj që na do ta kalojmë ndeshjen e parë, ta presim finalen në shtëpi ndaj një kombëtare që është Turqia. Unë mendoj që Turqia hin në atë rangun e niveleve të kombëtarëve shumë të larta, por megjithatë jemi vendas edhe kur është një ndeshje atëherë nuk ka shumë favorit. Pavarësisht asaj, Turqia cilësohet si kombëtar jashtëzakonisht e fortë, por megjithatë uroj që ta kalojmë në ndeshjen e parë, pastaj të mendojmë për Turqinë. Konkurenca edhe ajo grupi edhe puna që ka bëu trajneri Foda në kohën e fundit, Kosovën e kanë bërë që shumë kombëtarë të tjerë ta shohin me një sy tjetër. Normal, jam I bindur që asnjë kombëtare e cila do t'i bie me Kosovën, do të ndeshet me Kosovën, nuk do të thej rahat, sepse do të analizohet shumë mirë, sepse Kosova tani më ka lojtar shumë cilësor dhe për fat tonin të mirë, kombëtarja e Kosovës ka të gjithë futbollistët që luajnë në ligat shumë të forta dhe kanë minutazhen e mjaftueshme. Kosova shihet si favorit, nuk shihet mos si outsider që është po përpara. Kundërshtari I fortë Polonia, meqense Shqipëria është ndesh me Poloninë edhe tani më e din cilësinë e Polonisë, por do të jetë shumë e vështirë. Meqense nëse kalon Shqipëria Poloninë, nuk mendoj se ndeshjen e dytë me Ukrainën do ta ketë shumë ma lehtë, sepse tani më e dim Ukraina nuk luan si vendas, luan në një shtet tjetër. Por megjithatë edhe Shqipëria ka gjasa reale sepse I ngjet të dy kundërshtarët është ndesh edhe I ngjet të dy kundërshtarët edhe Shqipëria ka realisht ka potencial edhe tani më ka përvojën për këto kualifikime të mundshme edhe do të jetë shumë real nëse Shqipëria kalon ose do të jetë në kampionat. Uroj që të jemi të dyja së bashku në Amerikë. Nuk kishte asgjë më të mirë se të jetë Kosova dhe Shqipëria. Ajo çka është më e mirë domosdoshmë që u shmang shorti që mos ndeshme mes veti. Uroj që Shqipëria dhe Kosova edhe të jetë ky vit I shqiptarëve dhe uroj që të dyja së bashku të jemi në kampionatin botror edhe a ka diçka më e mirë. Domosdoshmë nuk ka diçka më të mirë se ç'kishte menduar kjo nëse ndodh. Shënjestër.net